Mashallah, mirë se keni ardhur. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në krye të herës ju uroj këtë ditë të begatë të xumas, edhe jam shumë i gëzuar dhe i lumtur që jemi bashkarisht në xhamin e Plumit. Sikurse jam shumë i gëzuar dhe i emocionuar njëkohësisht, edhe shoh veten si përpara një provimi, se përballë meje kam një mësues të vjetër, edhe një mik të dashur, edhe një intelektual të shumë, edhe një burr me flok edhe thinja të bardha, që pjesën më të madhe të jetës së tij ka kushtuar ndërtimit edhe krijimit edhe forcimit të urave të miqësisë me botën islame. Profesor Muamer Vuci, djali i hoxhës së dashur edhe hoxhës së mirë, edhe hoxhës së urtë, Shkodran, Hafiz Murteza Efendi Vuci, që njëkohësisht ka qenë edhe mik edhe shok i ngushtë me babën e hoxhës tonë, Hafiz Sulejman Gavoçin. Edhe kështu lidhen Breznit, edhe kështu lidhet Shkodra, edhe kështu lidhen njerëzit e mirë, inshallah taala, të Shkodrës me njëri tjetrin. Dhe po të kërmojmë dhe shohim të gjithë ne kemi një lidhje me njëri tjetrin. Mirë, po lidhja më e bukur edhe lidhja më e mirë është lidhja që kemi nëpërmjet hoxhallarëve tanë. Edhe lidhja që kemi nëpërmjet urave të besimit, edhe urave të dijes, edhe urave të përkushtimit. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin për këtë mirësi shumë të madhe. Ne vazhdojmë të jetojmë në atmosferën e begatë të muajit të shenjtë të Dhulhijhes. Edhe ky është muaji i tekbirit. Ne sapo kemi dalë nga periudha e Kurban Bayramit, edhe haxhilerët tanë sot një pjesë e tyre kanë ardhur në Medinë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, një pjesë tjetër do të vinë pak më vonë. Edhe subhanallahu, kretë bota islame përpolitet në këtë mirësi të madhe, edhe përpolitet në kuptimet e tekbirit. Kuptimet e tekbirit, një shprehje edhe një thirrje e shenjtë edhe shumë e madhe, të cilën ne e ndigjojmë edhe e themi me 10 herë brenda ditës. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Mirpo, a e kuptojmë ne këtë shprehje? A e besojmë ne këtë shprehje? Ne që themi Allahu Ekber, a besojmë në Allahu Ekber? Ne që themi që Allahu është më i madhi, edhe përballë sfidave të përditshmërisë tonë, a besojmë se Allahu është më i madhi? A besojmë se Allahu është më i madh se sa problemet edhe hallet tona dhe që mund të më i dha një rrugë zgjidhje jetës sonë? Mirë, po a jemi ne me Allahun që ta shijojmë madhështinë e Allahu Ekber? Si? E keni parasysh pejgamberin alayhi salatu wasalam në një prej betejave ishte ulë të pushonte në hijen e një prej atyre shkurreve të mëdha të Sahrasë. Edhe thotë kishte vendosur edhe shpatën e tij në një cip. Dhe një person prej beduinëve dhe prej armiqve të tij vjen edhe me shpatën në dorë, i drejtohet pejgamberit duke e quajtur nga xhumi. Dhe pejgamberi që habitet që mite është një person me shpatë në dorë. Edhe shpata e tij është në fyt të pejgamberit alayhis salam. Allah. Ai po e vret pejgamberin alayhis salam. Ai mund ta vras pejgamberin alayhis salam. Jo, dhe nuk ka shkurkush për rreth. Edhe ai i thot, kush të mbron ty tash si prej mejet? Subhanallah. Shikoni, është moment i frikshëm, edhe moment shumë delikat. Edhe vendose veten tënde në përballje me vështirësitë e jetës në këtë pozitë. Kush të mbron ty tash si prej mejet? Edhe realisht kush e mbron pejgamberin alayhis salam këtë momente prej atij personit? Shpatën e ka në fyt. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë, i thotë Allahu më mbron prej të jetë. Allahu më mbron prej të jetë. Edhe ati nga frika kësaj thirrje, nga madhështia kësaj shprehje të pejgamberit alayhis salam, i bjen shpata në tokë. Dhe pejgamberi e kap shpatën. Dhe ja drejton atij dhe i thotë, ty kush të mbron tash prej mejet? Allah Allah. Allah Allah. Dhe më thanë, për një moment sa hape me usyt, krejt situatat ndryshojnë. Kjo është forca besimit.
Kush të mbron ty prej mejet? Allahu më mbron prej tejet. Tashti kush të mbron ty prej mejet? Dhe i thot, ti je fisnik edhe bi fisnik është edhe. Dhe pejgamberi që e falate. Edhe i largohet. Po mirë, po pse nuk e vretate, apo pse nuk e dhunon për ta pranuar Islamin? Po se nuk ka parimi jon ky. Ky nuk ka parimi jon. Kështu bajnë të tjerët, jo ne. Ne s'kemi bërë kështu ndonjëherë. Ne s'kemi bërë kur kështu. Dhe ai largohet dhe shkon tek populli i tij dhe kur e pyesin se ku ishte, thot, kam ardhur nga një person që është më i mirë i njerëzve. Më i mirë i njerëzve. Se mund ta vriste, po e fali. Fa a besojmë ne në Allahu Ekber? Teksa çdo ditë përballemi me vështirësi dhe probleme të ndryshme në jetën tonë. Po pse Allahu Ekber në veçanti? E kemi thënë ndoshta më përpara. Bani një analizë të shkurtër nga momenti kur kemi ardhur në këtë botë. Fjala e parë që ndihjon njeriu kur vjen në këtë botë, sipas porosive të pejgamberit alayhis salam, cila është? Allahu Ekber. Gjaja e parë, syneti i parë i pejgamberit alayhis salam kur lind fëmia është me i njëjtë emrin. Por para se me i njëjtë emrin, me iknu ezanin djathtas. Po me iknu ikametin majtas. Allahu Ekber kënej, Allahu Ekber kënej. Dhe fëmia, njeriu vjen në këtë botë dhe thirrja e parë edhe fjala e parë që ndëgjojnë në vesh e tij është Allahu Ekber. E do mos u tut bre, se kjo jetë ka me kene gjatë, ka me pas zigzake të shumta, ka me pas probleme të shumta, por Allahu Ekber. Allahu është më i madh. Prandaj rri me Allahun, edhe qëndron në krah të besimit, dhe qëndron me Allahun Azza wa Jall, sepse krejt problemet e tjera shuhen përpara kësaj. A ka diçka më të madhe? Nuk ka asgjë më të madhe. Shikoni, po të vijojmë me tekbir, ne thirrimi çdo ditë në namaz. Subhanallah. A ke menduar ndonjëherë se pse nuk nis ezani me la ilaha illallah për shembull? Pse nuk nis me ashhadu an la ilaha illallah? Nuk nis as me ashhadu an la ilaha illallah, as me ashhadu an Muhammed Rasulullah, po nis me Allahu Ekber. Allah. Sa është më e madhja e fjalëve. Dhe Allah subhanahu wa taala don që njeriu çdo ditë me e ndëgju në mënyrë sistematike këtë, sepse njeriu dhe luhatet, edhe devion, edhe habitet, edhe rrëshqet. Ore me e ndëgju çdo ditë Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu është më i madh. Edhe se sa halli jot, edhe se sa të lashët tuja, edhe se sa problemet tuja, edhe se sa vështirësitë e jetës tane, edhe se sa borxhet tuja, edhe se sa fatkeqësi që të kanë rami supe, edhe se sa ngushtimi i, edhe se sa Allahu Ekber. Çdo ditë e ndëgjojmë, çdo ditë e themi 5 herë në ditë. Jo vetëm e ndëgjojmë, por arsyeni i pejgamberit alayhis salam edhe me e përsërit atë që thot me zini. Fa 5 herë në ditë, dashje pa dashje, ti kemi thënë sa herë Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ma e pakta 10 herë në ditë ti kemi e thënë duke e ndëgju atë ezanin. La ilaha illallah. Taib. A ka kuptim me e lexu një recet edhe mos më zbatuote? Kjo Allahu Ekber është një recet. A ka vlerë me e lexu recetën, po mos më shku te farmacia dhe mos më e marr atë ilaçin? Ai që e thot këtë fjalë të madhe, pra e ndëgjon atë, e thot atë, e përsërit atë, por nuk e merr mundin për me e vënë në jetë. Është si një person që ka një recetë, por nuk shkon në farmaci për me e këmby atë dhe me marr ilaçin. Dhe jo thjesht me marr ilaçin, po me konsumu ilaçin. Dhe jo thjesht me konsumu ilaçin, po dhe me u lut Allahu subhanahu wa taala që me i pas dobi, se mund t'i krijojë edhe reaksion. Allah. Ne e ndëgjojmë çdo ditë Allahu Ekber, e përsërisim çdo ditë Allahu Ekber. Mirë po, a sillemi me Allahu Ekber? Ma e pakta siç sillemi me një recetë që na thot mjeku që detyrimisht duhet më shku edhe me e marr edhe me konsumu. Tjetër të dashur të mi. Me tekbir hapen dyert e qiejve.
Dhe me thanë, në një moment vështirësie, ulu edhe bëni dhikër Zotit tënë, edhe nisi dhikrin me tekbir. Një prej sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, erdhi një në xhami edhe u lut. Ja dha Zoti, ja frymëzoi Allahu azza wa jall me e bë këtë lutje, që nuk e kishte thënë dikush më përpara. Çfarë tha? Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dhe me thanë, e madhroj Allahun pa kufi. Allahu akbaru kabira. Edhe falënderimi i takon Allahut pafundësisht. Alhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lavdëru qoftë Allahu, dhe pastru nga çdo emet që mund t'ja etiketoj dikush ditë natë. Atë dhikr bani kë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam sa kush e bani këtë dhikr? Kush ta mësoi këtë dhikr? Sa uhabita. Ajibtu laha. Uhabita me këtë dhikr, me këtë formulë. Futihat laha abwabu s-sama. Asaj ju hapen dyert e qiejve. Allah. Ju hapen dyert e qiellit. Pejgamberi thot, u habita me këtë. Ajibtu laha. E çuditshme. Bën ti dhikr çdo ditë, ma e pakta Allahu akbaru kabira, mos thuaj Allahu akbaru kabira, ma e pakta dhikret mos namazit. 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. 33, 33, 34, 100. Ose 33, 33, 33, edhe e mbyllim me Allahu akbar la ilaha illallah deri në fund. Pa ma e pakta ato dhikër që janë suneti pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe që ne tradicionalisht i bajmë ato bashkë. Çdo që përpiqet dikush më u thani, po si bajnë ato sunet janë ato. Jep selam dhe çohet del nga xhamia. Allah. Po është sunet edhe çohet del nga xhamia, ti je i humun për kështu? Edhe kjo është mungesë edukatet në hak të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Si e ka porosit pejgamberi, ka ba pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe është sunet? Allah Allah. Edhe mos me e ba? Po kujt me ja një gju shembullin, edhe shembullin e kujt me njekni, nëse nuk njekim shembullin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Po pse pjesa dërmuese edhe pjesa kryesore, thelbësore e dhikreve dhe pjesëve të namazit, brenda namazit. A nuk janë sunete? Po hiqni dorë edhe për atyne, mos i bani as ato. Edhe ngel pastaj namazi thjesht me thon Allahu Ekber dhe me lexu Fatihan. Edhe me shku në ruku dhe në sejdë, kret shu. Fat. Se edhe ato subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, sunete janë ato. A bën për kështu mu sjell me dhikrin e Allahu subhanahu wa taala. A bën mu sjell shumë me shembullin e pejgamberit alayhis salatu wasalam? Edhe me pretendu se e duam pejgamberin alayhis salatu wasalam, si me e pretendu dashninë e tij? Edhe mos i njeh shembullin e tij. Allah. Fa me dhikr të dashurit e mi, me Allahu Ekber në veçanti, hapim dyert e qiellit. Ke një hall, ke një dert, ke një problem, ulu merr abdes, dhe drejtoj Allahu azza wa jall me Allahu Ekber. Allahu me për hakun e Allahu Ekber. Mi jep drejtim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu me për hatrin e madhështinë e Allahu Ekber. Mi jep rrugë zgjidhje. Edhe si thoshin hoxhallarët tanë, mje krajeme, nëse nuk të vjen rrugë zgjidhje. E provume. Tjetër të dashurit e mi. Me tekbire, me Allahu Ekber, ne fikim zjarret e kësaj bote. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka mësuar, na ka thënë kur të shihni zjarrin, bani tekbir, sepse ai e shuan atë. Allah. Edhe kjo është e provume. Thojnë u merrni ujë, merrni. Zjarri shuhet me tekbir. Por largojmë pak sa prej kësaj edhe vim të simbolika. Edhe të kuptimi pak më i thellë. Sa zjarre mund të shuhen çdo ditë me frymën e Allahu Ekber, apo ne jemi neglizhent, urrëtia, përçarja, mosmarrveshjet, edhe brenda familjes, edhe brenda parefisit, edhe brenda vëllezërve, e brenda motrave, e kunatave, e bijave, edhe hapu pastaj kështu në shoqëni.
Po të punonim e të vepronim me Allahu Ekber, do ta kishim shru zjarrin e fitnes, çdo fitne në jetën tonë të përditshme. Pra po të kishim njek frymën e Allahu Ekber në jetë. Allahu është më i madh. Pra mu bëj njerëz elitar. Njerëz që nuk ngecim peng i gjanave të vogla në jetë. Muslimani nuk met peng i gjanave të vogla në jetë. Nga njëherë një fjalë e vogël e prish një det të tanë. Miqësie, vllaznie e bre ka përseni. Se Allahu Ekber ta imponon ty një gjë të tillë. E përse bëjmë? Ne se bëjmë. Se ne realisht nuk jemi të Allahu Ekber. Ne kemi punë shumë të madhe për me mrit tek makami i Allahu Ekber. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Namazi është etapa e tretë e një përshkallëzimi drejt të cilit na thon Allahu Azza wa Jall me përsohës besimin edhe islamin tonë. Po ky përshkallëzim, të cilin ne e nisim për së mrapshti, për fat të keq, e nisim me namazin, dhe as namazi nuk na shijon, e as namazin jon nuk është i rregullt, e as namazi jon nuk është i plot. Pse? Sepse kemi kapërcyer tek shkalla e tretë, si një fëmijë që ne mendojmë se është i ditur, është inteligjent, është e themi me njëherë du me e fut në klasë të tretë. O vlla, i ka nevojë me hyrë në klasë të parë. I po çaketi se i ka mësuar në parashkollor. Ai shkruan më bukur se sa unë se ti. O vlla, në klasë të parë, jo në klasë të tretë. Okej, çoj në klasë të tretë. Çoj në klasë të tretë. Edhe çanoll pastaj. Çanoll. Klasa e parë është edukimi i nefsit. Edhe këtë nefsin çuditërisht edhe mrekullisht Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cilësu si Zot, që dikush e adhuron ma shumë se sa Allahun. E fara'ejta man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah subhanahu wa ta'ala në tërheq me mendjen e dikuj që nefsin e tij, epshet e tij, hawan e tij e njeh ma shumë se sa Zotin. Për çati thonë tekat, e çati thonë nefsi i tij, është shumë më e rëndësishme se ajo që vjen nga Allahu Azza wa Jall. Ai do të thotë edhe 1000 herë në ditë Allahu Ekber. Në fakt ai nefsin e ka më të madh se sa Allahun. Fa qad aflaha man tazakka, e para punës Allah Azza wa Jall cilson si njeri të fituar edhe triumfuar atë që i ka pa edukim nefsit të tij. Pastaj është mush me dhikrin e Allahut, pastaj vjen edhe falet. Fa pa dhikr hym në namaz. E mezi presim me ik nga dhikret pas namazit, çfarë namazit valim ne? Zoti e baft herë. Për ta përfunduar me kënë se edhe koha po afrohet edhe një ezan dikun në atmosferë dhe për rreth nesh po dëgjohet, me tekbir të dashurit e mi, pejgamberi alayhis salam ka hyrë çlirimtar në Mekë, edhe me kokën e ulun, edhe pa të erdhë as edhe një pikë gjaku. Ai pejgamberi alayhis salam që disa përpiqen të na e tregojnë edhe të na e sjellin si imazh i një udhëheqësi gjakatar, edhe njëri me shpat në dorë që nuk kalan krena pa pre, etj. Edhe që në fakt nuk është e vërtet, në ditën e shirimit të Mekës hyri triumfues me kokën e ulur, por me Allahu Ekber. Edhe ata njerëz që i kishin dhënë rob prej armiqve të tij, i tha, që mendoni se do bëj me ju sot? I thanë, fisnik pir fisniku. Tha, do t'ju them si që i tha Jusufi vëllezërve të ti, i konsideri vëllezër ata. Idhhebu fa antum at-tulaqa. Shkoni se jeni të lirë. Ai që jeton me Allahu Ekber është elitar, është i nalt në çdo veprim, është i nalt në çdo sjellje, është i nalt në çdo hap, në çdo frymë të tij. Prandaj të dashur në të shtrenjtë, ti lutemi Allahu subhanahu wa taala me na bë prej besimtarëve në Allahu Ekber. E me na bë prej tyre që jetojnë me Allahu Ekber. E me na bë prej tyre që e shijojnë Allahu Ekber në jetën e tyre të përditshme, e i lutemi Zotit tonë me na bë prej dashurit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe prej pasuesve të traditave të tij, jo thjesht me fjalë, por me vepra, e me vepra që dëshmojnë thellësinë e mendimit edhe madhështinë e veprës. Allahu ju dashur dhe begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.